Unë nuk e di a ka vikendi njerëz që kujdesën si prej producentit, si prej regjisorit, si prej gjithve që kujdesën mos me kesh përdor clickbaitin për me bo dizinformim. A mahet emisioni me titullin Alaudin Hamiti zbulon datën e nisjes, e folet aty për familjen dhe për kohën dhe për jetën. Informacionet e vlefshme po të cilat shkojnë dëm për shkak të në TikTok jam edhe kujdes na mos më nshu informacionet e pasakta. Qohet vikendi i Klan Kosovës e man komplet emisionin me titullin që zbulohet data e në fund këtë po çese si na go. Kuj pe intereson që s'ko kesh me shpinë gati. Thuaj s'ka nga datë sepse çu the. Kontraktorët po vonojnë, jo po ky, jo po ai, jo po Ramadani, jo po Shabani, qa di une. Informacionet e dini shumë sot poshtë me të cilat ka mujt me konë kush o dini. Njeni dini nga afër, titullin qysh do që t'ja kështë qitë, kush e këshyr. Me i përdor njerëz me bo video, me prit, me të ardhë në emision, me të këshyr emisionin, me informacionet të rajshme, dezinformimin maksimal, në taman atje. Qysh bre? Qysh bre Klan Kosovë kështu, qysh bre ku janë këta njerëz, producenta e regjisora e këta ata shamerën drejtora, e gazetar po, ata minë zespresin me bo klikime. Qaq mo, qa ty është, a i ka pa ku i qenit moralitetit të tike se 100 milion cenave aty. Qaq mo. Po ti din që shu ke pranu më bo pjesë e këti titulli. Pse be din ty e di që nuk bëhen mirë që kjo s'të bën mirë, që kjo titull nuk të bën mirë den. Clickbait o kjo. Pik, hajde, argumentoni kush dëni, kush t'ka qef, që nuk është clickbait që kjo. Turp kjo vija.